Ama nëse llogarisim shkurtimin marrëmendës të kohës dhe shpejtësinë marrëmendshme të procesimit të gjithë dhënave, të cilat nuk do të mblidhen më nga operatorët, por do të mblidhen nga vetë diella për llogari të operatorëve, eficienca e sistemit do të jetë siç na ka impaktuar gjithçka që ka të bëjë me inteligjencën artificiale në aspektin e impaktit. Dhe në fund dua të them edhe diçka tjetër. Ajo që unë kam mësuar duke ndjekur të proces është se prokurimet janë një fush ku njerëzit të cilët merren me to duhet të kenë një nivel shumë të lartë përgatitje. Prokurimet nuk janë procese të cilat mund të bëhen apo mund të komentohen me kollajllëkun mediatik të atyre që marrin përstipër ta bëjnë të. Prokurimet janë procese që kërkojnë ekspertizë dhe që kërkojnë natyrisht integritet moral, por ama dhe një integritet të lartë profesional. Dhe në këtë aspekt, sfida jonë ka qenë dhe mbetet e jashtëzakonshme, pasi në Shqipëri zhvillohen mira prokurime çdo vit. Dhe janë të përfshirë mira njerëz, të cilët nuk duhet të kenë thjesht integritetin moral, por duhet të kenë edhe nivelin e duhur profesional për të bërë proceset dhe për të bërë vlerësimet e duhura. Dhe në shumë raste, ajo që kemi konstatuar është se mangësitë nuk janë domosdoshmërisht mangësi që lidhen me një ndërhyrje të korrupsionit në proces, po janë mangësi që lidhen me mungesën e ekspertizës. Dhe këtë gjë kemi luftuar vit pas viti me gjithë proceset e trajnimeve, të protokolleve të standardizuara, të ndërveprimeve mes Agjencisë Prokurimit Publik dhe Komisionit Prokurimit Publik, dhe këtë kemi luftuar edhe me një ndryshim rrënjësor që kemi bërë vitin e fundit, duke i hequr të gjitha prokurimet nga niveli i parë i qeverisjes.